një njeri nga musliman të hershëm shkon për të vizitu vorët, i falë 2 rekate dhe shkon bën dua për varezat, për muslimant që kanë shku ma herët, që kanë vdek. Edhe pas i bën dua, kthehet te shtëpia dhe bje me flet. Njën nga ata banorët e varezave i thot, i vjen në andër këtij muslimanit të devotshëm dhe i thot: o ti, ju jeni duke punu disa gjana, disa punë, ama nuk ja dini rëndësinë atyre punëve. Kurse ne çka jemi në dhejën, tokën, në varrat e tona, ne vadim rëndësinë e punëve tonë, ama ne nuk mujna me punu. Vallahi dhe billahi, nëse Allahu xhellesha na jep një jetë, apo një moment më u kthin dunja, vetëm 2 recat i kishmi fal, e për neve që ajo 2 recat është më e mira se me na dhon dunja dhe çka konta. Allahu neve na ka dhon çka të mira, që ne duhet ta shfrytëzojmë të mirat e Zotit që na ka dhon shëndet.